Specialistë për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasin EJ 43 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën dhe i sekuestruan një sasi lënde të dyshuar narkotik kokain. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe Sarandë kanë referuar materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasen EB 27 vjeç e banuese në Vlorë, pasi dyshues se automjeti në pronësi të saj në datën 19/5/2025 është përfshirë në një aksident rrugor, ku si pasojë është dëmtuar let një shtetase e mitur 15 vjeçe që udhëtonte me biçikletë. Pas aksidentit, drejtuesi i automjetit është larguar nga vendi ngjarjes. Vijon puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti. Nisën procedimin penal në gjendje të lirë për një shtetas të mitur 17 vjeç, banues në Vlorë, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Gjithashtu, nisën procedimin në gjendje të lirë për një shtetas të mitur 16 vjeç, banues në Sarandë, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi dhe gjatë kontrollit të ushtruar në automjet, ju gjet dhe ju sekuestrua një mjet prerës thik. Materialet janë referuar tashmë prokurorisë për veprime të mëtejshme.